Ish kryeministri Sali Berisha i është përgjigjur ashpër deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili akuzoi opozitën për kopimin e programit elektoral. Në një takim me biznesin Fason në Durrës, Berisha ka hedhur akuza të rënda ndaj Ramës, duke e quajtur atë njeriu që çdo ditë ka një prill, duke aluduar në pretendimet e pambajtura dhe në gënjeshtrat që sipas tij Rama thot çdo ditë. Njeriu që del çdo mëngjes dhe flet me vete në një monolog se thot se po flas me gjyqtar, asnjë prej tyre se gjyqtar i shpik vet, i krijon vet. Sot e ka ditën e tij, po problemi është ai çdo ditë ka një prill. Prandaj vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni një prillin se është dita e Edi Ramës. Berisha ka shtuar se premtimi i Ramës për të arritur 400 euro pensioni në vitin 2030 është vetëm një gënjeshtër. Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta sene e pensionet, sot i ka 450 euro. Rumania kishte më të ulë sene rrogën minimale, sot e ka 4 herë më të lartë sene, sepse çdo qeveri kur ndan buxhetit mendon një pjesë qytetarëve, një pjesë rrugëve, një pjesë shkollave, një pjesë arsimit. Pra ne do merremi do bëjmë gjithçka për një Shqipëri madhështore. Nga ana tjetër, Berisha ka paraqitur një pjesë të programit të tij për shtimin e ndihmës së ndaj fëmijëve dhe për kushtimin për minimumin jetik. Ai ka pretenduar se qeveria e tij do të vendosë bonuse dhe rroga për të mbështetur qytetarët, veçanërisht gratë sipërmarrëse, dhe do të sjellë lehtësira për biznesin Fason në Shqipëri. Në këtë mënyrë, Berisha ka sfiduar Ramën për të bërë më shumë për pensionet dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit.